Bashkia e Memaliajt ka marrë masat e nevojshme për të përballur me situata të vështira që mund të paraqiten gjatë ditëve me rreshje të dendura shiu. Autoritetet vendore janë angazhuar për të parandaluar përmbytjet dhe dëmet që mund të shkaktohen nga moti i keq. Sipas drejtorit të bujqësisë Bujar Kaplani, janë marrë masat për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkisë në pikat ku vitet e kaluara ka patur vështirësi gjatë periudhës me rreshje intensive, pastrim, pusetash e të tjerë. Masat në zonën urbane njën, që është vetë qyteti, kemi disa kanale të ujëra të larta që kalojnë në Vjos, i kemi pastruar, kemi bërë gati, do dhe për përmbytjet, dërsa për zonat fushore, kemi bërë kërkesa, kemi bërë dhe projekte për të quar për në Ministrim për Kase të linjës, për të marrë investime për bërë kanalet kulluse dhe kanalet e mëdha, do dhe që janë për përmbytjet në zona Krasit, në zona Qesaratit, këto janë zonat që janë zona fushore. Në këtë bashki, deri tani janë pastruar rreth 1200 km kanale. Vetë bashkia ka kryer pastrimin në zona Krasit, në zona Qesaratit, kanalet e larta, po kështu dhe për kanalet Vadic. Rreth 1200, thonë që ka në zona që ka problem. Këto ndërhyrje do të vijojnë edhe në ditët në vijim për të patur një situatë qetë dhe pa problematika gjatë stinës së dimrit.